Që sa ku mirë është me bujqësi? Po gjatë mirë me bujqësi, që është prej batë gjyshë, që balë, se e kemë si tradit, mirë me bujqësi edhe vullneti kështu, që... Se e vlenë më mirë me bujqësi në fshatin e Anjevës? Pa, duke pas për kushtimin, ja vlenë mirë, për ndryshe, Allah është këtë vështirë. Pse vështirë? Po ti morë parasysh ma pikës pari, klima është të ndryshu shumë të madhe, thatësirat për bojnë vetën, ose shira, rabeshet shivet e kështu, që këtë gjë vështirë. Çfarë i mungon bujqësisë të fshatit Janjevës? Si ti si bujq e din çfarë i mungon? Pa i mungesat janë këtë gjë shumë mirë, po mundumi. Me këtu shka i kemë. Sa i përket mungesës kryesore është e teknologjia, e makineria. Se për tukat e na është këtë gjë e vështirë me punu, andaj i vynë teknologjia e këtë gjë e fortë. Sa e mon mend kohën e mëhershme në fshatin Janjevë dhe tash, tregona ndonjë kujtim që e ke pas? Ja, kam kujtimet shumëta, po Janjeva është një qytet e vjetër, që ja vlen të vizitohet. Mirë po në kohën e fundit, të rritë po në ikin. Pse po mendon që po ndodh ky fenomen që po ikin të rritë? Po i lojnë fshatrat, vendin e tyne? Unë mendimi është që këtë varet për i punësimit. Punësimi, rrugat e dopta, dhe s'kan perspektivë kështu që po ikin vëlla. Na jena në pjesën me Kallamaq. Ti mas shumë ti po merresh me Kallamaq. Me misër, grën, tërshon e... Këtu i preferon ma shumë e i mon. Tregom, a ka kon kohë e mirë për mu bo këto Kallamaq, gruri, për si vjetë? Për si vjetë ka qenë viti maj dëpt sa e maj menën. Kur ka qenë koha ma e mirë? Në fillim po flasë për vitin e si vjem. Në pranë verë jenë konë shijat të mëdha, gati ofër 3 mujore që e dëmtuan shumë si dhe mos grunin. Pastaj mas e mjellëm misrin, se punujmë këgjë me pjesë me parcelat mëdhaja, edhe pasi e mjellëm misrin, ma shiju nuk rajrë, kështu që në ka dëmtu badë. Cila është ma e dëmtu me misri, apo? Të dyjat. Të dyjat. Të dyjat janë si vjetë dëmtume. Edhe sa përfitoni jo prej këtyne punëve që merrni? Na me qëto mirën, që sa vjetë të... Cila është procedura e misrit? Kur të mbjellët, mas pari, tani kur të bohet? Po, procedura e spari duhet lavrohet tuka mirë, punohet me teknologji të mirë, pastaj të rafshohet, tani të milët, mirë, po na po kemë probleme edhe me sortë, me farnat ndryshme, tu janë të hi, lloj farnash, nuk e di a kontrollon dikush apo jo. Sa keni mbështetje për Ministrisë Bujqësisë? Ministria përveç subvencioneve nuk kem asgjë tjetër. Këtu shkaj po shihin që tu këtej kret janë me forcat mia. Mjetët i keni vetë apo Ketë me forcat mia, këto janë bon me forcat mia, ketë këtu shapo shihin këtu janë me forcat mia. Asgjë përveç se një multikultivator të falenderu kryetarit, na ka ofruar çato, vallai po më kryen boll se mirë edhe me pak sa për vetin me bashkë të vogël. Kështu që po ja vleke me pas edhe ato, mos flas më për teknologji që punoj unë diku në afër 30 hektarëve. Tregom të cilat janë pemt ose bimë që binë më shumë fshatin e Janjevës, domethënë kultivohen më shpejt edhe më shumë. Përveç drithnave të bardha, këtu me pemtari nuk e di që janë dikush me pemtari, mirë po edhe pemtaria nuk pusho ashtu plantazhe, parcelat mëdha nuk jam ty po. Po kam dëgju që është të marrë dikush, po jo. Unë për veti me pemtari kam mujt më kthy. Ka pemtaria mirë po si vlerë strategjike, si produkt strategjik i bukës nuk e zamen sa naskush. Andaj jam i përkushtum atë. Tregom cila është kërkesa jote prej Ministrisë Bujqësisë? Shumë kërkesa, edhe respekt kam prej ministrit mirë, po e falenderoj shumë, edhe i baj kërkesë pikërisht të publike, bile në të na vizitojnë në erë s'paku, bile me në thonë, a jeni dikun gjallë, a ekzistoni dikun. S'keni vizita shumë, a? Absolutisht, përveç juve, kom pas pi mediave, kom pas shumë herë,
Mirë po, pe ministrijës, absolut. Subvencionet i japin edhe ato i kanë përgjysmu diqysh me tone, me do kushte, do kritere që mua nuk janë kanë pëlqenë. Edhe pse është një punë e mirë po të tonazha këtu diçka ka pështjellë ministri, që s'po muj me kuptu. Edhe nuk ja vlen bujkët, me qitë kritere, nuk do. Sa mendon që keme marrë me bujqësi? Pak o fet, del dike. Unë për shembull, e djem valloj po shihin kënë e fundit, janë dëshpëruar. Rinia që shto, dëshpërohen shpejt. Po nuk duhet më dëshpëru. Unë thash më parë, duhet me ka një përkushtum, nëse përkushtu është në çdo punë, ku mendon, ku synon, s'ki me pas normal e sukses. Ku je i përkushtum edhe pse me humbje ndajherë, apet ja dalim diqysh. Cila kish me qenë kërkesa jote për banorët e fshatit Janjevës? Po s'po di çfarë më thon prioritare tash po flas. Ka, jo janë të punu do punë shumë mira, edhe pse kryetari është të punu mirë, që përshëndes nga këtë, mirë po diqysh shumë ngadalë. Edhe po përsëritën punë, që to s'po muj me kuptu. Për shembull kanalizimi e dyta ose e treta herë më duket si vjetër s'ka punuar, që jam duke punu tash. Edhe një Janjevë, po prapë po kthena te rinia. Pa rini, kur gjë heq. Janjevës i nevojitet në biblioteka për shembull, i nevojitet shumë sa në fusha sportit është, janë ndërtu, janë të gardë mirat, mirë po shumë ka dalë. Trego më, kur t'ka pëlqy koha në fshatin e Janjevës, më herët apo tash? Tash Allah më ke prej këtë, edhe fatë këqështë po flasë, që ma herët mu po mduket ka qenë ma mirë Janjeva. Pse, që ka pas ma mirë se sot? Ka pas njerëz, pa njerëz nuk mohet kur gjë. Objekte ndërtesa mujna me bon kur dojna, mirë po njerëzit nuk mujna mi. Edhe pse mu po ma mërmenja që këtë është. Ku jenë shkaqet, nëse më vetë, ku jenë shkaqet, po dijen. Punësimi, rrugët, punë ka, mirë, po pagesat janë shumë të vogla. Shumë të vogla, edhe kjo është arsye, mu po ma mendimi jam është që pagesat e vogla, rinia s'po ka perspektivë. S'ka su në gjonë vetën, me 300 euro rrugë është, çka flasëm atë. Faleminderit shumë që ke pranu t'jesh pjesë e intervistës. Faleminderit nga ju, këna që jesh dhe i një. Janjeva është një qytet me të kaluar dhe histori të pasur. Është një qytet karakteristike shumë e veçantë dhe shumë atraktive. Është një vendbanim etnografik me rrugë të ngushta e shtëpi të vjetra.